Trajtuam dhe në herën e kaluar disa nga qasjet se si profeti sallallahu alaihi wasallam sillej me jo besimtarët konkretisht me hebrejt, ose se si është sjell me jo besimtarët hebrejt, çka na jep të mësojmë se si duhet të sillemi ne. Ndërsa sonte do të ndalem në një pikë shumë të rëndësishme në jetën e dërguarit Zotit sallallahu alaihi wasallam, që ka të bëjë pikërisht me faktin si kurejshitët e lanë të lirë, ndërkohë që ai u zhvendos drejt Medinës. Pra mendoni vallë se e lanë të lirë, nuk e pati presionin e kurejshitëve të cilët ishin në Mekë, sepse kemi folur vazhdimisht për hebrejt apo për sfidat e brendshme, por a kishin dorë kurejshitët, i dhujtarët e Mekës, në këto sfida që profeti sallallahu alaihi wasallam kalonte në Medinë, patjetër që po. Fillimisht ndëruarit e mi, ata kurejshitët përdorën një strategji me muslimanët të cilët kishin emigruar në drejtim të Medinës. Nisën të shkruajnë letra atyre, telegrame, duke u thënë: a mos menduat vallë se shpëtuat prej nesh? Pra presion psikologjik, që është dhe një ndër gradat më të vështira të presionit tek njeriu, presioni psikologjik. Mos menduat vallë se shpëtuat nga ne? Jo vetëm që nuk do shpëtoni nga ne, por do ta shihni që ne do t'ju vim, do t'ju sulmojmë pikërisht në Medinë. Kemi për ta shkatruar Medinën të gjithën. Do të thoni ju, a u tunduan vallë muslimanët nga tillë presion? Patjetër që po. Kush është ai i cili në një presion, cili do qoftë ai, domethënë nuk e ka plan qoftë një lloj frike. Sepse nuk mund ta kalosh të thua shiko se se vetëm fjali ka ky këto. Nuk e din kapacitetin, ndoshta dhe mund ta realizojë. Ishte një distancë midis tyre. Po vetëm ajo distancë ishte. Ndërkohë që të gjitha kushtet e tjera ishin në favor të kujt? Të kurejshitëve. Pra vetëm distanca nuk është se të pengonte. Madje kurejshitët kishin lidhje jashtëzakonisht të mira me hebrejtë e Medinës. Allahu shpëleft. Ndaj duke të shtuar në hapin e parë, në përpjekjen e parë, që ishte presioni psikologjik, hebrejt kaluan në hapin e dytë. Ndaj dhe kam trajtuar, domethënë, për 3 tema me radhë se si profeti alayhis salam u soll me hebrejt. Kaluan në një nxitje të hebrejve, konkretisht Abdullah ibn Ubay ibn Selulit, këtij famkeqi, duke nxitur që të ngrihet kundra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë dhe duke i shkruar dhe duke i thënë: si e lejoni personin të cilin ne përzum nga këtu, domethënë s'lam gjë pa i bë, edhe pse ishte djali ynë, ishte nga mesi jon, si e lejoni ju që të vijnë në Medinë, pra vjen si emigrant, nuk ka askënd atje, dhe jo vetëm kaq, por thot ai sundon shtetin që duhet ta sundojë ti. Kam përmendur në herën e kaluar Abdullah ibn Ubay ibn Selulin dhe përplasjen që pati me dërguarin e Zotit alayhis salam. Tashmë futemi tek ajo që Abdullah ibn Ubay ibn Seluli, i nxitur dhe nga i dhujtarët, pra i kishte puqenin të gjitha kushtet që ai dhe të nxitej nga këto i dhujtarët e Mekës, mblodhi dhe njerëz madje, pra harroi dhe armiqsinë e 2 fisëve Aus dhe Khazraj, po mblodhi rreth vetes njerëz që të mund të bënte një kryengritje, thon ndryshe. Ndaj hapi i parë që profeti alayhis salam ndërmori, do të ishte ajo që u quajt ndryshe karta e Medinës, për cilën kemi folur më parë. Pra çfarë bëri? Bëri një aleancë një herë me hebrejt. Pra kjo ishte lëvizja ndër më të qelluarat me profetin e Zotit nga i dërguari i Zotit alayhis salam. Pra përse po i përmend këto? Po i përmend domethënë që të kuptojmë një fjalë profetike ku i dërguari i Zotit alayhis salam thotë: kanë banu Israilet esusuhum anbiya'uhum. Ata hebrejt, politikat e tyre kush i bënin? Profetët. Pra nuk është e vërtetë ndëruarit e mi që të jesh në mes të politikës, të jesh në mesin e politik bërjes, duhet të jesh njeri i shturur. Jo, mund të jesh dhe njeri i mirë. Përkundrazi, duhet të jetë njeriu i mirë që ta bëjë atë politikën e saktë dhe të drejtë. Se në të kundër do psosh
ashtu siç e po jetojmë domethënë dhe ne në ditët tona, ashtu siç e kemi pësuar, që është e vërteta. Sepse po të kemi njerëz të drejtë, njerëz të cilët domethënë e njohin Allahun, e kanë frikë Allahun, ne mëshirojnë dhe neve, gjërat do të ishin komplet ndryshe. Dështuan dhe me këtë. Sepse profeti alayhis salam në një kohë shumë të shpejtë bëri aleancë me hebret duke u thënë që ju keni lirinë tuaj, keni të drejtën tuaj, shteti është në drejtimin tim. A do mjaftonin me kaq? Normalisht jo. Përpjekja e tyre e radhës ishte domethënë provokimi në afërsi të Medinës, konkretisht një çet nga një, domethënë nxisnin fiset që ishin rreth Medinës. Pra unë kam përmendur si sfidë që profeti alayhis salam ndër sfidat të cilat i ka pasur kanë qenë fiset që rrethonin Medinën. Ishin i dhujtarë, ishin pa besë, jetonin në plaçkitje. Dhe një prej këtyre çetave që ka sulmuar në brendësitë të Medinës ka qenë një sahabiu të nderuar më vonë, sa asë kohë nuk ishte musliman, Kurs ibn Abdillah, Kurs ibn Jabir al-Fihri. Ky plaçkiti dhe u nis, domethënë u largua, por profeti sallallahu alaihi wasallam u mobilizua shumë shpejt. U mobilizua shumë shpejt dhe duke qenë se u mobilizua shumë shpejt, u detyrua Kurs që t'i lente gjërat, domethënë të mos e merrte ato që kishte plaçkit, po alhamdulillah në këtë nuk arriti të vrasi askënd, domethënë prej muslimanëve. Pra, bënin të pamundurën kurejshitët sepse e dinin shumë mirë që do të rrezikohenin. Tani cila do të ishte karta e radhës? Karta e radhës e tyre do të ishte qabja. Qabja që gëzonte një shejtëri tek të gjithë arabët. Nuk ishte në pronësi të kurejshitëve. Kurejshitët ishin ata të cilët përkujdesenin për to. Po jo se ishin në pronësi të tyre, nuk ishin kurejshitët ata të cilët vendosin rregullat e qabës. Se ky do të vjeri dhe ky tjetri nuk do të vjeri. Përkundrazi, ata kishin përgjegjësi më të mëdha, më shumë. Dhe ç'ndodhi? Tregohet se sahabiu nderuar Sa'd ibn Mu'adh radhiyallahu anhu thot vizitonte Qabën, ku e lutim Zotin na mundsoj gjithëve ta vizitojmë vazhdimisht, që për haxhe, që për umre. Vizitonte Qabën dhe si mik të tij, domethënë e kishte Umayya ibn Khalaf, një ndër fisnikët e Mekës. Dhe i thot Umayya ibn Khalaf, thot duhet bëj tavaf Qabën, pra të bëj umrën. Thot mirë po, e duam një kohë që mos ketë njerëz shumë. Ja gjena një kohë të volitshme. Duke bërë thot rituali, çfarë ndodhi? Ndodhi që aty ishte Ebu Xehli. Ebu Xehli kur e pa Sa'd ibn Mu'adh nuk ishte njëri i panjohur. Ishte i parafisi. Do të thonë një i mesin e arabëve. Kur e pa çfarë tha? I thot Umayya ibn Khalaf. I thot kush është ky që është me ty? A thu se nuk e njifte, kupton? Shif tani se si i përgjigjet Umayya ibn Khalaf që e kishte mik. Por armiqtë e Allahut mendën armiq. I thot ky është Sa'd ibn Mu'adh. Pra nuk i thot që është i pari i fisit. Po ky është Sa'd ibn Mu'adh. I thot Abu Xehli, i thot, vallahi, ç'ti bëj se është me ty, se me këtë unë do kisha fol ndryshe. Nuk do e kisha leju me dali gjallë prej këtu. Sepse kanë prit Muhammedin atje, edhe vjen edhe në bën karshilli këtu. Çfarë i thot Sa'd ibn Mu'adh? E parë thot, qabja nuk është e jotja, që të vendosësh ti kushte se kë do të presësh dhe kë nuk do të presësh, kë do të lejosh dhe kë nuk do të lejosh. E dyta thot, boje provë një herë. Pra leje më një në Umayya ibn Khalaf, se nuk jam këtu në shpresë të ti. Boje provë, thot një herë, po qenë ka ai burr ti. Po e din thot se që mund të bëj unë ty, pra ti po thoke që unë do të ju në loj me vizitu Qabën, po. Vallahi thot nuk lej kam robi me kalu nga Medinja. Çfarë do thonë të mos me kalu kam robi nga Medinja? Mos me kalu kam robi nga Medinja do thonë që penalizohi komplet tregtia e Mekës, nuk shkonte asnjë gjë më në Mekë. S'kishin nga Tiamani.
Uli kokën thotë Abu Xehli, nuk kishte çfarë më bëj tjetër. Ama një diçka të tillë Kurejshitët e veprun, që është e vërteta. E veprun, domethënë i ndalun. Dikush do të thotë, përmendën herën e kaluar se si profeti alayhis salam u soll me butësi me Abdullah ibn Ubay ibn Salul dhe Saad ibn Muadh sillet në të kundërtën me Abu Xehlin, po dhe Umayya ibn Khalaf. E ku mes Mekës. Përse këto dy reagime të ndryshme? E para të nderumit e mi, sepse në rastin konkret profeti alayhis salam donte të fitonte zemrat. Dhe nuk ishte në pozita të tilla që të mund të reagonte në formë tjetër. Ndërsa i dyti, Saad ibn Muadh radhiyallahu anhu, është në një pozitë që duhet me tregu thonë ndryshe muskujt. Sa të monedh kërkon ky, nuk kërkon monedh tjetër. Por vallë, a do të ndaleshin me kaq Kurejshitët? Prap jo. E di ç'bën në rumit e mi? Dy pikat më kryesore të Medinës ishin në durë të hebrejve. Që ishte tregu 1 dhe që ishte uji 2. Uji normalisht për kudo është jeta, po për në vende të tilla, domethënë ku sigurimi i tij është akoma shumë më i vështirë, i bën jeta e dyfisht. Dhe profeti alayhis salam do t'i kishte sfida këto. Ndaj hebrejt kishin edhe ujin, puzët e ujit i kishin edhe, por kishin edhe tregun, një treg kishte Medinja asaj kohe, Beni Qainuqa. Dhe ne dim shumë mirë që edhe në vendin tonë në cilin ne jetojmë dikur, pra aty ku kishte treg, aty ishte qytetërimi. Në të kundër çfarë ishte? Pra këtu niste ajo domethënë ndarja fshat qytet. Pse se fshati nuk i kishte të tilla gjëra. Dhe i nevojite i vazhdimisht ky tregu. Dhe aty ku ishte tregu, aty ishte fuqia. Dhe në atë kohë kush e kishte këtë fuqi në dorë e kishin hebrejt. Pra edhe parat i kishin ato, por dhe ujin që ishte jeta i kishin ato. Këto për profetin alayhis salam do të ishin sfida shumë të mëdha. Dhe ishin sfida të cilat duhet të zgjidhenin me patjetër këto. Dhe nisi i dërguari i Zotit alayhis salam para se më ndërmarr asnjë hap tjetër, nisi t'u zgjidhë njerëzve hallet dhe sfidat. Që do të thotë që në jetën tënde nuk duhet të sakrifikosh njerëzit. Nuk duhet i çojsh mish për top, por duhet të zgjedhësh hallet dhe problemet. Arsyeja sepse sado i fortë jetë tjetrin besim, çfarëdo besimi që të ketë ai, domethënë sado i fortë që të jetë besim, sërish në rumit e mi, përballë sfidave të jetës njeriu do psohet. Ndaj përcillet në një fjalë profetike, ka del faqru an yakuna kufra. Varfria gati sa nuk i çon njerëzit në kufër. Varfria. Përse? Se të përballë me situata me të cilat nuk do të kishe dëshirë me u përballë me ato, po ja që të përballë varfria. Ndaj të jesh në varfri, sfida është e shumë fisht. Sfida është e shumë fisht kur je në varfri. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka varfri, por po flasim ne domethënë për një lloj varfrie, e cila është nga domosdoshmëritë e jetës. Pra imagjino ti dëshirë edhe ujë mos kesh. Pra edhe ujin ta ka në dorë tjetri. Parat po, punën po. Pra ti mund të kishe mall, po ku do e shisje atë mall ti? 2 rrugë kishe. O do shkoje tek hebrejt tu shisje atyre, ose do kërkoje prej tyre domethënë të linin që ti ta shisje aty. Në të dyja rastet kanë dorë. Të dyja këto i ka zgjedhur profeti alayhis salam. Ndaj vrem që në rastin e parë i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam ishte një pus me nam. I thonin Bi'rur Ruma. Bi'rur Ruma pejgamberi alayhis salam duke qenë se hebrejt domethënë kishin dorë dhe shfrytzonin duke vendosur çmimin sipas dëshirës së tyre, thot a nuk po del ndonjë vullnetar prej muslimanëve ta blej Bi'rur Ruma dhe për këtë vepër ta fitojë xhennetin, pa 1, pa 2. Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Se kështu duhet me qenë besimtari. Nuk duhet me prit besimtari kur thirrë emrin. Duhet me ardh tash domethënë me të ushtrim, me të përgjigjur, me të ul ty, me të lut. Lutem, a do të na e bësh këtë gjë? Po pse unë duhet të vi ty?
Duhet ti është ti i cili të vetë ofrohesh tushore. A ka në nevojë? A ka diçka që mund të jemi dobishëm? Kjo ndodh domethënë edhe me xhamit, nderumit e mi. Domethënë ti merr një shërbim në mënyrë të vazhdueshme. A nuk duhet të pyesësh një herë se në çfarë mund të jesh i dobishëm ti aty? Vetëm po pret domethënë që të thojë dikush, shikoj se këtë duhet ta bësh ti. S'ka ngel gjë më aty. Aty s'ka ngel gjë më. Puna është pa ta thirrë emrin, po me ta thirrë emrin ke ngel me gjymës shpërblimi. Dhe Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu pa një pa dy. U duhet kjo po. Një çku një lopë. I thotë i dërguami i Zotit, si ishte ai premtimi? Thotë kush e blen bi'ru Ruma falehul janna, ka shpërblim xhenetin. E bleva i dërguami i Zotit. E bleva. Shifte se si e zgjidhi i dërguami i Zotit. Muslimanët ishin në krizë. Unë kam përmend që ata të cilët kanë emigruar fillimisht kanë qenë mbi 100. Por emigrantët kanë qenë shumë më shumë se sa kaq. Pra veç atyre të cilët ishin në Medinë, se kishin edhe fukaretë vetë në Medinë ja. Por po flasim për ata të cilët kishin shkuar totalisht nuk kishin as treg, as gjë dhe kishin shkuar tashmë në Medinë. Ti shtohet kësaj që duhet me bledh dhe ujin. Profeti alayhis salam u zgjidhi këtë problematikë. Futi hatrin e Allahut mes. Uthman ibn Affan pa një pa dy shkon dhe e blen. Dhe i jep muslimanëve ja uli shpenzimin e parë. Mbetej sfida e dytë. Sfida e dytë domethënë do të ishte kush tregu. Si ishte pengi tjetrit. Edhe këtë e zgjidhi profeti alayhis salam. Ndërtoi tregun. Ama profeti alayhis salam nuk merri me llafe. Nuk merri tani me ne me tregu ty se shiko cili është vizioni im për këtë gjë, për atë gjë, më ne sot është për tar turp. Me i kërku dikujt një sadakat për një projekt cili do qofte, një projekt bamirës, e kupton? Cili do qofte, duhet me ne pos pa të thinja duhet me qit gjymsat e thinjave të kaptinës, ta bindësh tjetrin që ka vlerat mëdha kjo për cilën ti po flet. Mundësisht a mund të përmendesh edhe frytet që ka përdon në të ardhmen. Pra është një lloj si të investosh në një student mjekësie dhe të thuash shikoj se ky në të ardhmen, ky me shpresën e Allahut do të bëhet një mjek i mirë. Ky mjeku në bazë specializimeve që mund të ketë, se do të specializohet për këtë gjë, ky do të vizitojë ty në këtë formë, e do të kesh kaq shërbime, e ty je do shku larg he burri dhe jot. Je të bojnë diçka për Allahun apo je të bojnë 1 + 1 bëjnë 2. Nuk është feja 1 + 1 bëjnë 2 matematikë. Feja 1 + 1 mund bëjnë dhe 1 milion. 1 + 1, fenë tonë mund bëjnë dhe 1 milion, jo 2. Më kujtohet një herë isha në haxh dhe kisha një person i cili vetëm pyeste. Mirë po, domethënë ato ditë të Mina si herë më bombardojnë pyetje mëdhi. Mirë time se më ka pyet njëri më shumë, të drejtën. Pra ka njerëz që un kam nejt vite me to. Vite dhe nuk mi kanë bërë gjysmë të pyetjeve të atij njeriu që më ka bërë për 3 ditë. Dhe në fund fare i thash, ore, inshallah ma men ti që t'jam përgjigjun, se unë s'maj mena se çfarë më ke pyet, ai shumë ke pyet. Jo të maj men dhe më dhënë se që përgjigje. Mos u mërzit të hoshta se kështu e kam me gjithë. Tash po pse studi ti dashë me kalu kohën. Po ti dashë me kalu kohën valla. Dhe më kujtohet nderumit e mi një pyetje, domethënë e gjitha kjo doja t'tregoja një pyetje. Dikush ishte pyetja e tij. Pyetja ishte hoxh në këtë ditë që kem qendruar këtu në haxh, i kom fal 50 vakte namaz në Qabe. A ka një shpërblim të veçantë për këtë? Ose a ka një gjë të veçantë, jo një shpërblim. Por thash, me det se i pozilon me lekë pa punë. Po Allahu ka vendos 2 me lajke që shënojnë veprën. Ti rritu i numëru. Po lejmë si i numëru i me leku. Çdo ti tu i numëru ti. Me det thash se pozilon pa punë me lajket. Po lejmë rëndasa thash, domethënë edhe ky me leku është në sajë kësaj punës që ka, se po mos ta ketë,
lloj opsioni, këtë lloj pune, nuk ka lezet as ekzistenca atij. Po leje për vëllai se ishte në me legu. Thash mos ne, se mos kena punë tjetër tash ne këtu. Po ne për haç kemi ardhur. Nuk është se kemi një punë tjetër në burr. Po ti për të shkuar në Qafë, ke shkuar aty. Se të kishe qenë për të ardhur këtë xhurë, kishe ne këtu në Tiranë ti. Po ti aty ke shkuar domethënë se duhet më shku në Qafë, më marr shpërblimin më shumë. Po jo, po nga që, po për këtë punë për kanë. 10 ditë që jeni aty ti për atë punë. Po jo, po këtu ku jemi në Arafat ka se vap. Tash orllati do më kalu kohën, po ç'të bëjmë një shkretë se domethënë unë po rri me këtë rreth, po rri se duke e vlerësuar që mund të ketë një nevojë tjetër me ju përgjigj. Po ti do më kalu kohën. Unë nuk jam ul tash ha, ke një pyetje? Po, boje ç'e pyetje ke. Ose domethënë maraku im ka njerëz që qysh kur e nis me të pyet. Kot me të pyet. Mos më pyet kot më se unë nuk jam më pyeti kot. Që pas të qenë tregu i herë në zonët e Tiranës, që pas qenë thot i Demel. Demel në kulmit, e në gamorin më të shnetshëm ka tonë e kishtë e. Se s'punoj dhe e. I shkot dikush e mi i thot, atë gamorin kot jeto e majt, ama kështë dhonë muja 2-3 ditë bëjtë sa dru në malë, kur i thonë. Kot për kot thëllë, ta luj bishtin e ty në dhës tarëzve. Të rinjë aty ta luj bishtin kot për kot. Ti thuj që ajo të mbon nërë të mërë ca ditë, të bëjt dru, po jo kot. Kështu që ka njerëz dhe më dhënë, kot me të pyet. Më mësë më pyet kot. Të shi, o pyet i gjoj që ty t'intereson, ose nëse nuk është diçka e drejt për ty, nuk t'intereson, bëhu pjesë në hadithit të profetit alayhis salam në husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Argument që tregon që njeriu domethënë ka përvetësuar fenë e tij, ka kuptuar fenë ashtu siç duhet, është se nuk merret me gjëra të cilat nuk I interesojnë. As t'lidh gjë ty, po, lene për ta ç'të duhet ty me tjerat. S'lidh puna lene. Kështu që feja jonë nderuni dhe mi është feja e zgjedhjeve dhe profeti alayhis salam nisi zgjedhjet. Kur e shitet nuk lanë gjë pa bo, dhe falë Allahu Gjelle Gjelalu dhe pas mirësisë Allahut ishte dhe politika e saktë që ndoqi I dërgumi Zotit, u zgjidhen këto sfida. Zgjedhjet parën, që ishte mungesa e ujit ose zgjedhja e krizës së ujit, dhe zgjedhjet të dytën pejgamberi alayhis salam, që ishte sfida e tregut, sepse profeti shumë shpejt ndërtoi tregun e tij ku muslimanët kishin mundësi me rregullat e veta. Dum ne me me bë për në këtë vend. Po ti vdes, ti nuk ke as varrezat e tuaja jo. Po të lexosh librat e fikut nderumit dhe mi ke diskutim, po kjo është pafund. Dhe varroset ose nuk varroset në varrezat e muslimanëve. Po nëse kemi këtë koncept fare më. Nuk e kemi këtë koncept fare. Pse? Ashtu jetojmë dhe ashtu vdesim. Ashtu jetojmë dhe ashtu vdesim. Pra jetojmë pa norma rujnë e Zot, pa mirakun e këtyre normave dhe ashtu vdesim. Unë kam thënë shumë herë që shqiptarët nisin dhe të respektojnë sa të vdesësh, duhet me prit që të vdesësh e me të fillu me të respektuar. Më rëjnë. Sa t'ja për shpirt. Sa t'ja për shpirt nisin e të respektojnë. Respekt në konceptin e tyne. Se kanë edhe tjera pëstaj. Kanë edhe frikët dhe më thonë se I vdekmi më s'kalon vdekja. Se duhet me gjetë I pul zeza, I pul ku e diun se çfarë ka vdek ti të hanë. Para se me dalë gjenazeja duhet me I qitë gjonët ati. Që shkjo ignorancë. Po normalisht se po nuk jetove me fe, do të jetosh me budalliqe. Dhe profeti alayhis salam do të thonë këto gjona zgjidhje, jo vëllezërit e mi. Se për minjerancë ishin ato. Në xahiliet ishin. Bestytni kishin sa dush pafund. Po a ka domethënë budallik më të madh?
se sa të nisësh të ndërtojsh idhullin tatë, ato e quajnë Zot, pra, të ndërtojsh prej hurmash, e kur të kapi uria, ti fuqit hangë me Zotit, të hashtës, duhet me hangër, domethënë. Këta e kishin arabët. E bëjshin me durët e veta dhe thënë hajde se ta adhuroj. Idhujtarinë e kishin vetëm dhe s'kishin nevojë me jam mësu tjetër kush. Profeti alayhis salam u dha dritën e besimit atyre. U tregoi se ku është drita e besimit. Po për errësirën e idhujtarisë aty e kishin. Dhe normalisht drita e besimit thotë që jep zgjidhje. Ne jetojmë në kohë, domethënë, ku dikush pyet, a është haram kjo gjë? Ndërsa të tjerë thotë, a lejohet kjo gjë? A thu se në fen tonë ne gjonat i kena të ndalume dhe duhet me gjetë se ku janë të lejume. Në origjin i kemi të lejume, duhet me ardhë argumenti që me ndalu. Boje pyetjen më saktë. Si që ndron kjo çështje? E në me e shoqëru, i nderu, ose e fenia, ku të diun se është vjen qikë si ma e omër. Dhe e merë përgjigjen ashtu siç duhet. Dhe duke e pyet vendin tjetër që a lejohet kjo? Jo, nuk lejohet. Po mirë, po zgjidhja ku është? A duhet kemi mas kaq dekadash në vendin tonë zgjidhje, duhet punohet për zgjidhjet. Dhe profeti alayhis salam dha zgjidhjet pa dha verdiktet. Imagjino sikur ta pyeshin profetin alayhis salam që a lejohet me ble ujë ke hebrejt? Pse kishe ujë në vend tjetër dhe të kishte ngel domethënë me pyet ata blej ky apo mos ta blej? Po e njëjta gjë funksionon këtë ditë, vëllai. Shif ku janë burimet kryesore të jetës, veç ujit. Përqendrohu tek ato, jepi zgjidhje tjetër. Ne jemi një popull domethënë që gjithë jetën tonë kemi ekzistenca jonë ka qenë për bukën, për të siguruar bukën. A e shihni për ata të cilët janë pak më shumë se këto që janë më të rinj nga unë nuk i japin hall, po a e shihni domethënë se në një ngritje çmimesh sado e vogël qoftë, ato që janë në thia më kaptin gjë e parë që thonë, të kishim blenë i thes mill se si dihet. A është realitet ky apo po ja fuskaton? Ky është realiteti, domethënë. Kishim blenë i thes mill se si dihet. Po sa do të marrë i thes millit ty? Ti të kishe gjetë i thes zgjidhje. Po i thes mill do ta gjesh sot, e nuk i dihet ai që nesër. Ndaj profeti alayhis salam nuk gjeti thesa milli, po gjeti thesa me zgjidhje. I dha opsione njerëzve. U tregoi që do me jetu një jeti po. Një jetë jetohet në këtë formë. Mos jemi penge këtyne po ndërto alternativën pra. Jepi zgjidhje, jepi alternativë. Nuk punohet kur për alternativën dhe në fund fare thotë kjo është haram. Nuk du t'i emërtoj gjëra se janë të shumta. Kjo është haram. Po që është haram e dinë. Po a ke mundësi të krijosh një lloj alternative? Dikush rujnë e Zot ka shku me vjedh domethënë nga uria ose nga halli. Do në zgjidhni hall. Është haram. Që është haram në edim. Po a isha aty për t'i dhënë një zgjidhje? Po ju tregoj një histori dhe me atë e mbyll. Ahmed Shami, Zoti më mëshiroft, ka qenë mufti në zonën e Dumës në Damask, mufti i shkollës juridike Hanbelite. Thot kishte hapi dyqan hoxha ke shtëpia. Ani kishte shku njëri me vjet. Po çfarë dyqani kishte? I dyqan copash thot. I ka ndodh 2 herë këtij personi me vjedhje, po do të rikë kjo e dyta. Që i ka dhënë zgjidhjen, po thënë. Kishte shku njëri me vjedhje, po hoxha e paska një gjuhë, dhe çfarë ka bo? Domethënë ishte shtëpia thujse i katë e gjys, ai përdor shkallët nga jashtë që i kishte hyrë domethënë për në katin e dytë, po e quajmë ne. Në dalë ka jashtë i kishte heqë herë shkallët. Në mos ne kishte shku mrena që mos kishte ka me hika i duti, nëse e kishte kap si përfundim aty. E ne kishte ujë. I thot shoqë që thot në bëj çaj herë. Ne themi për shembull me bë kafe, ato e kanë ke çaj. Në bëj çaj thot ta pini çaj. Në këtë miku që ka ardhur. Miku ka pëngjerë. E thot ulet duke pi çaj me të, fillon duke i tholi herë për çështjen. Thot i mushën syt me lot aty. Vallai do të hoq. Siç e shef thot,
Unë nuk jam ai hajduti I qedershëm, I domshëm. Unë kam marrë me vjetë vetëm I topë, me copë. Në punë time nuk kam ç'rbëj, apo e kam prej hallit. Ka bëu vakijet e tjera. E kam prej hallit. Po mirë, thot, a e ke prej hallit, po? Vallai thot, unë këtë modën e kam marrë borxh. Nuk është se e kam ble, kupton? Në unë thot se kam timen. Pra burrit huj duhet me I çu paret kur ta shes. Po ta bëj nerë. Merën e ti, hike shiten. Kur ta shesh, mbjerë paret mu, unë e kam ble kaq. Kjo shitet kaq. Pra tu I tregua dhe normën se si duhet fitoj. Kur ta shesësh, hajde prap. Merë top tjetër, pra mbjerë paret. Merë top tjetër. Personin fjalë, vëllezërit e mi, sepse e ka treguar I vetë, nuk e ka treguar hoxha. Personin fjalë thot, ky ishte burimi që më dha zgjidhjen mu. Sepse fillova ju futa punës. Pra shkova me vjetë ju futa punës. Pra as nuk që puna që jo pa e fali, jo pa se fali, tha veprimin ta kom fal, ta kom bo halal. Ndërsa një rast I dytë, po I njëjti person shikoni se ç'ndodh me dhe. Një rast I dytë I vjedhjes. E kishin zakon njerëzit, domethënë që nuk ndodh të shire, ka pas ndodh dikur. Ato depozitat e tyre I çëshin këto xhallarët se ishin shtëpit më të sigurta, pse? Se dishin njerëzit që s'ka gjë. Nuk ka gjë dhe nuk shkoi te njëri më vjet. E thot duke u fal hoxha në shtëpi, kishte hyrë njëri tu kontrolluar ato syrtarët. Ky mos e marrën në mos do të parë Zotin, jo ka I syrtari se s'janë të mirë pa I poshtë. Janë të mirë, merrni aty thotë ai, kur e pa do të hiku me vjet. Mi po kishte qenë komshi I veti. Pra komshiu e ditë që ke hoxha shkon në lejn pare kur I thon. Tani shkoi te shtëpia, pra nuk mori as I jo. Parë Zotin thotë hoxha të bësh halal. Të bësh halal. Ai shkreti më se do të vetë, ç'a halal. Parë Zotin thotë të bësh halal. Se imagjino të shkomshia mund që të kom lënë ty dejmë këtë deregje, dejmë këtë gjenje sa ti domethënë ke shku të vjetë. Të bësh halal. Se po të kisha qenë ta njeri I mirë, komshi I mirë që merresha përsipër domethënë përgjegjësi siç I takon, nuk të kisha shtyty, nuk të kisha lënë në përfunduti deri më vjetë. Po nuk e kam kryer detyrën unë ashtu siç duhet, pa ke përfundutin këtë çështje. Aman do të bësh halal. Duhet më dhënë zgjidhje vëllezër. Dhe profeti alayhis salam ishte njeri I zgjidhjeve. Nuk ishte njeri vetëm I boj gjyqin tjetrit, me gjyku dhe me dhënë vendimin se sa dënohet apo se si dënohet. E lutim Zotin xhelal na bëj për atyre të cilët e ndjekin profetin e tyre në çdo hap të tij. E lutim Zotin xhelal na bëj për atyre të cilët japin zgjidhje dhe janë alternativa zgjidhje në jetë dhe nuk janë vetëm verdikte dhe vendimarrës për jetën e dikujt. E lutim Zotin xhelal të mos na lejojë të dalim prej kësaj xhamie, prej këtij tubimi, vetëm se me gjunahet falura, me teubat pranuar, me lutjet para refuzuara. O Zot, për çdo të pranishëm mos I le hall pa zgjidh, mos I le smundje pa shëruar, mos I le stres pa ja largu, mos I le ty derë të hajrit pa ja hap. O Zot I gjithësisë, sikur se na mundsohet të mblidhemi këtë natë begat në këtë vend begat në madhruar deri tënde, na mundson Zot që të gjithë bashku me familjet tona dhe të gjithë ata të cilët I duam dhe na duan të mbledhemi në xhenetet e larta, në xhenetet e Firdaus. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.